Tjenë në mbledhje, kjo kja thush ndodhë çdo herë, ne të kështu qujtur se ne opozitarë dy veta jeni, se tjerë vetëm sa vinë e bëjnë paratë, se nuk janë opozitarë. Votët nga opozita i kanë marrë, por opozitarë nuk janë. Ato i bëjnë fresk, i bëjnë kryetarës bashkisë, se kryetarja është e para dhe e fundit, to s'ka tjerë janë thjesht figuranta. Edhe djetë më thonë, si dhe herë tjera në kanë përdorë, po më të këshirë çdo gjë ka një fond. Edhe djetë doshin që të na përdorin ne, që të krijojmë korumin me antarët e këshillit opozitar, krijonin korumin. Në atë moment që korumin ne e prishnim, domethënë, ne dolim me braktisëm, edhe nuk ishte thjesht për këtë mungesë korumi. Kjo, domethënë, ky këshill bashkiak duhet bojkotuar tënë Shqipërinë, jo vetëm Laç. Se ne nuk duhet bëna fasad e kësaj qeverie, e kësaj bashkie kriminale që të mbot çfarë po i punin Shqipërisë, ta s'ja ka bo as Turku, as Serbia, as kërkush s'ja kanë bo. To janë armisht më të mëdhenj kombit shqiptar. To fillu me bashkie, me qeverie, si gjithmonë, procedura është përkrahje sociale. Pa të më thonë të drejtën në dhimbje të shpirtit, se do ato, por do ajo do shtyhet, do ja gjejmë momentin që edhe ta miratojmë, se për 2 ditë sa ti gjatë gjanë, se nuk është sa t'ju shpëtoj jetën se 20.000 lekë vjetra janë. Nuk është ato vdishin për ato 20.000 lekë. Pa nuk shpjegohet se këto e bëjnë gjithë ato të shi, duan me fshet dhe vetën se e kuptojnë dhe ato që janë bë fasade e vjedhjeve dhe ashtu. Të shi vërtet është i thënie e popullit që ujku pa të bësh shakajt e bashkive në gjithë Shqipëri po bëjnë namin, më shumë se sa ato ujqërit e mëdhenj në Tiranë. Edhe kjo për mua është kriminale. Unë në mënyrë tjetër, unë do ta braktis çdo ditë, çdo minutë këtë lloj farsi si bëjnë këta. Nuk mund të bëjmë fasade këtyre. Po, disa herë. Nuk është hera pa. Po nuk bëhet fjalës. Nuk bëhet. Unë them që nuk po na ndjekin, domethënë, edhe opozitarë që janë tamam opozitarë që kanë dalë me votat e opozitës, nuk na ndjekin. Gjën mënyrën që nuk vinë atë ditë që për shembull ashtu nuk vinë. Edhe më thonë të drejtën, këtë të marrë edhe partitë që i kanë propozuar, duhet marrin masën dhe këtyre anëtarëve të Këshillit Bashkiak që nuk i shërbejnë opozitës. Duhet marrin masa. Atëherë arsyeja ishte mos plotësimi i korumit. Nuk erdhën mjaftueshëm anëtarët e Këshillit, edhe kështu që edhe ne të djathët të opozitës u detyruam dalim jashtë. Si shumë rrugë tjetër. Arsyeja është si gjithmonë, ata na lënë ne djathtëve që ta plotësojmë korumin, edhe të bëna vegël e tyne, që të votojmë çfarë duan ata. Absolutisht s'kena si pse me pranu, se edhe ata antar këshilli janë do të vinë të marrin pjesë. Gjithherë siç vim ne, do të vinë edhe ata. Tashi na kanë shtypur me datën 3 shkurt tani. Për pak ditë.